Nuk do t'i lëm qytetarët në mjerim Berisha në njësin 4 në Tiranë. Ndryshimi do të vijë që në 100 ditët e para. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në fjalën e mbajtur me banorët e njësisë 4 në Tiranë u shpreh se asnjë qytetar nuk do të jetë më në mjerim dhe ndryshimi do të vijë që në 100 ditë të para me ardhje në pushtet. Të dashur qytetar dhe qytetare të lagjes 4, Tiranës, Dembabaden, Dibran, Gollobordas, të ardhur me cilët kam jetuar vite në një pallat. Se unë jam banor i kësaj lagje, lebër, malsor, një komunitet me prurje të ndryshme, por një komunitet i mrekullueshëm njerëzish të ndershëm, punëtor dhe dinjitoz. Shpreh kënaqësinë e madhe që sot jam tek ju dhe vi këtu për të paraqitur kandidatët tanë për deputet në këtë lagje, përfaqësues të shkëlqyer tuaj, Lisander Hoxhën, Kreshnik Çollaku, Revelio Çuni, përfaqësues dinjitoz i komunitetit rom egjiptian, një demokrat i vërtet, i dashur Besar Xhaferi, kryetar i FRPD, dhe udhëheqës politik i kësaj dege, Endrison Breçani, kryetari i degës. Zonja e Zotërim, miq të dashur, çdo ditë që na ndan nga 11 maj është një apel, një kushtrim për ne. Janë sirenat që na ftojnë të bëjmë të gjithë përpjekjet tona për fitoren e shkëlqyer historike që presin banorët e lagjes numër 4 dhe shqiptarët në të katër anët e vendit. Mbrëm pas mesnate jam kthyer nga një tur në jugun e Shqipërisë. E gjeta jugun në këmbë, më të vendosur, më të gatshëm se kur për t'u ndarë nga kjo e keqe e madhe, nga kjo sëmundje rënd që quhet Edi Rama dhe regjimi i tij. Të dashur miq, ne sot kemi një përsi të madhe ndaj kundërshtarit ton. Kemi një mbështetje të fuqishme, një entuziazëm të papar më parë. Kemi një program i cili me të vërtet çdo orë, çdo ditë po punon gjithmonë më shumë, mendjet dhe zemrat e qindra dhe mijëra shqiptarëve. Ky program, të dashur miq, ka si qëllim kryesor, një mundësi të re për çdo shqiptar, nga fëmijët për një shkollë më të mirë, tek pensionistët për një jetë më të mirë, tek të rinjt për shanse shkollimi dhe punësim real, tek bizneset për shanse të vërteta suksesi, tek punonjësit për mirësim dhe respekt të punës së tyre. Por ka para së gjithash rikthimin e parave të shqiptarëve tek qytetarët. Miqtë e mi, sot ju secili prej jush, edhe ai që punon dhe ai që nuk punon, dhe ai që ka biznes dhe ai që ka makinë dhe ai që nuk ka makinë, çdo njeri, edhe fëmia i sapo lindur dhe i moshuari, paguani taksat më të rënda të kësaj qeverie. Dhe në rast se sot ne kemi 21% familjeve në këtë vend që nuk ushqejnë dot me 3 vakte ushqim fëmijët e tyre.